varë në të kalumën. Kjo është krejt një pyetje për fund takje që nuk ka të bëj për Realin edhe Barcelonën, është për Edon Zhegrovën që edhe dje ishte në qendër të vëmendjes, sidomos edhe për mediat kosovare më pas, edhe për gjithë tifozët e futbollit, sepse edhe në ndeshjen e djeshme të Juventusit, ish trajneri tash mund të themi, nuk i dha minuta Zhegrovës, ndoshta se ishte prononcuar disa herë. Po ai edhe para ndeshjes me Lacion trajneri Igor Tudor tha që për shkak të mospërgatitjes fizike është ende nuk po doj me rreziku, edhe ky e ka përdorur këtë si arsyetim, dhe realisht e po dhe ndeshjet me Kosovën që nuk pat minutazh të mëdha, ndoshta edhe ajo është, po besoj që Eduni ka pas një pauzë gjatë për shkak të lëndimit sa ishte te Lilli, tash është të punu, besoj që kthehet, po e mira këtë kësaj është që Igor Tudor më nuk është trajneri Juventusit, Eduni me punu, mu kthy edhe me lujt, sepse pe që transferu të Juventusi, i ka 3 parashitjet, 36 minuta në total. Pak mbi 30 minuta. 36 minuta në total i ka, 33 minuta në Serie A dhe veç 3 minuta në Ligë Kampionëve natyrën e famshme me Borussia Dortmundin, kur ndikoi në riktimin e rezultatet e barazimin 4-4. Po, edhe në fakt në secilin prej paraqitjeve dhe është komentu pozitivisht performanca e tij. Ka marrë notë pozitive, edhe besoj që Eduni duhet Juventusit, besoj që sa më shpejt me trajnerin e ri, mu kthy në formë fizike edhe me ndihmu Juventusin, mu kthy te fituret, sepse 8 ndeshje pa fiture është pak e rëndë për një tifoz Juventusit, sigurisht. Taki, unë po shpresoj gjitha më të mira në fakt, edhe për rikuperim të shpejt të Zhegrovës, edhe për dhënien e minutazhës në ndeshjet e ardhshme. Ndërkësh ty të falenderoj shumë edhe një herë që gjete kohë me qenë pjesë e mesditës, me diskutu bashkë për këto. Faleminderit të apiteje, ishte kënaqësi, si gjithë. Ndërkësh me këtë intervistë të fundit, kemi arritur drejt fundit të kësaj mesdite, padyshim ne do të takohemi sërish nesër për të diskutuar çështje poashtë të rëndësishme sa sot. Deri nesër, mirëmbëngjes.